Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Alleluia. Sot do të flasim për një temë që e risjellim në vëmendje dhe tema titullohet Lakurisia është paturpsi dhe problemi kryesor. Është shumë e trishtueshme që në shumë vende të botës të qytetarizuar, siç është Europa, siç është Amerika ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vende me kultura të lashta, me liri dhe të drejtat e njeriut, statistikat e përdhunimeve janë shumë të larta. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një person sulmohet seksualisht çdo 107 sekonda në çdo vit. Ka rreth 293.000 viktima të abuzimit seksual. Jo vetëm në Amerikë, si thash, por edhe në Evropë, por edhe në gjithë botën, sot është rritur shumë dhuna seksuale dhe aq më tepër përdhunimi. Kuptohet që shkaqet janë të shumta dhe ne nuk do të trajtojmë këtë fenomen pse ka përdhunime, ose më mirë themi pse është shtuar numri i përdhunimeve, por ne do ndalohemi vetëm në një faktor, që mendoj se është një faktor kryesor. Faktori i lakurisisë. Sot lakurisia është bërë mod, madje nuk quhet më tabu ose turp si më përpara, përkundrazi është bërë një standard i kësaj shoqërie dhe e kundërta ti jesh e veshur quhesh demode, kurse ti jesh e zhveshur dhe në publik quhesh e emancipuar, trendy dhe e pëlqyer, e klikuar në rrjetet sociale ku sot matet edhe amplituda që njerëzit të pëlqejnë apo jo. Kudo që të shikosh në rrugë, po jo vetëm, nëpër media dhe gjithçka, shohim shumë lakurisi. Duke se ajo është performanca e kohës së re ose New Age quhet, dikush mund të thotë çfarë problemi ka me trupin tim. Unë e kap trupin tim dhe unë mund të bëj me atë çfarë të dua. Dakor. E para njëherë duhet dim se trupi nuk është i joni. Ne nuk e sollëm trupin. Ne trupin na i krijuan. Jo vetëm prindrit, por e krijua ai që ka krijuar trupin e parë njerëzor, pra Perëndia. Dhe ai krijon çdo trup dhe trupin ton dhe gjithë të njerëzve që do vinë deri në fund, pra trupi është i krijuar nga Zoti, nga Krijuesi. Kështu që e para nuk është trupi ynë. Por mbi të gjitha, edhe nëse mendojmë se trupi është yni dhe ne mund të bëjmë çfarë duam me atë, dakord. Bëj çfarë duash me trupin tënd në marrëdhënien tënde personale, por nëse me trupin tënd ti ke marrëdhënie publike, shoqërore, çështja nuk është më private, çështja është shoqërore, sepse ky trupi yt, aq më tepër një trup i zhveshur, ndikon në publik, ndikon në shoqëri. Prandaj duhet kemi shumë kujdes kur mendojmë se jemi të lirë për të bërë çfarë të duam. Jemi të lirë për të bërë çfarë duam, por liria jon përfundon kur fillon liria e tjetrit. Prandaj, nëse ne jetojmë një marrëdhënie shoqërore, publike, jemi të detyruar të bindemi ligjeve të përgjithshme që bashkëjetojmë në këtë shoqëri. Ndryshe, atë jemi në një xhungël ku secili bën çfarë të dojë. Dhe patjetër që në këtë marrëdhënie publike ka njerëz me koncepte ndryshme, fetare, kulturore, të cilët e menaxhojnë në mënyra të ndryshme emocionale ose dhe ndjesore lakurisinë. Kështu që ne nuk mund të bëjmë çfarë të duam dhe të zhveshim trupat tanë dhe të dalim rrugës dhe t'i themi tjetrit fajish i yti pse ti shikon tek lakurisia ime. Por le ta trajtojmë këtë problem nga ana fetare, nga ana e besimit dhe mos bëhemi shumë psikolog, filozof, sepse nuk është fusha jonë. Por i mbështetemi librit të Zotit, që është, si them, themeli i besimit ton, Biblës së shenjtë, dhe aty na tregohet në lidhje edhe për lakurisinë. Do dim se Perëndia krijoi trupin e parë njerëzor,
të Adamit dhe nga trupi Adamit krijoi trupin e dytë njerëzor, trupin e Evës. Trupat njerëzor në fillim ishin pa rroba, por nuk ishin të zhveshur siç mendojmë ne. Trupat ishin të veshur me një veshje drite, pra ishin të veshur me hirin e Zotit. Dhe kur njeriu pa lakurisin e tij, njeriu e pa lakurisin e tij mbasi mëkatoi. Kur njerëzit mëkatuan, siç na thotë edhe Shkrimi i Shenjtë, atëre ata e pan veten e tyre lakuriq dhe pan gjininë e tyre, organet e tyre seksuale, dhe kjo nxiti te njeriu epshin. Dhe mbas epshit nxiti turpin. Dhe atëherë na thuhet që njeriu për të mbuluar turpin e seksualitetit të tij dhe të epshit të tij, mori disa gjethe nga pema e fikut dhe bëri disa si rroba. Por, edhe pse këto u quajtën një metodë për të mbuluar lakurisin, gjethet e fikut ose të asaj peme nuk e mbulonin lakurisin. Përkundrazi, ato e bën më të vështirë problemin, sepse duke mbuluar disa pjesë të trupit dhe duke zbuluar pjesët e tjera të trupit, atëre për shkak të fantazisë që erdhi mbas mëkatit, problemi u bë më serioz. Kështu që njeriu nuk mund ta zgjidhte dot problemin e lakurisisë së tij që erdhi mbas mëkatit dhe uli njeriu nga dinjiteti si kurora e krijimit, e bëri njeriu si kafshët, sepse vetëm kafshët ishin pa veshje, pa rroba. Tham që njeriu kishte veshjen e hirit të Shpirtit të Shenjtë. Dhe Zoti e zgjidhi problemin e lakurisisë njerëzore. Përsëri në Bibël na thuhet që Perëndia i veshi njerëzit me lëkurë kafshësh, pra të gjithë trupin e tyre, për treguar se tashmë njeriu për shkak të mëkatit ra në gjendje shtazore, ai u bë qenie instiktive, por edhe për treguar se duhet ta mbulonte lakurisinë e tij, që kështu të përballonte epshin dhe problematikat që dalin nga mos menaxhimi i mirë i epshit, por dhe për diçka tjetër që është teologjike, për treguar se njeriu do të shpëtonte nga një sakrificë me gjak, sepse Zoti pra sakrifikoi disa kafshë që u mori lëkurën atyre dhe ja u veshi njeriu. Dhe duhet kemi kujdes sepse veshja që i bëri Zoti njeriu është ajo modeli se si njerëzit në çdo kohë, në çdo rrethan duhet ta veshin trupin e tyre, lakurisin e tyre. Dhe kjo veshje i ndante njerëzit nga kafsha. Dhe vërtet, po të shikojmë dhe në natyrë, ajo që na ndan nga kafsha nuk është thjesht statura jon, po është rroba, është mbulesa. Kafshët nuk kanë mbulesë. Kur njeriu ka mbulesë, ka rroba që vesh lakurisin e tij. Dhe kjo rrobë e bën njeriu të ndarë nga kafsha dhe në një farë mënyre përsëri ja ngre dinjitetin njeriu dhe bën një qenie njerëzore dhe jo thjesht shtazore. Sipas Biblës, lakurisia është shkaku që njerëzit u shturën dhe deri aty sa u bën mish. Dhe kjo na tregohet në periudhën e mëkatit në kohën e Noës, ku Zoti u pendua që krijoi njeriu, sepse njeriu thot në çdo veprim të tij është vetëm mish. Fjala mish nuk do thotë që është vetëm trup, se ne kemi trup për mishi, por fjala mish do thotë natyrë e rënë, mishore, instiktive, shtazore, që do të thotë ashtu si kafsha e cila është vetëm instinkt. Edhe njeriu e humbi logjikën dhe u bë instiktiv duke zhveshur edhe trupin e tij dhe u kthye si një kafshë. Prandaj dhe Zoti vendosi ta përmbyti tokën atë kohë dhe të gjithë njerëzit që ishin atë kohë dhe të gjithë gjallësat që jetonin në kafshë në tokë, duke shpëtuar vetëm Noja dhe familja e tij. Dhe mbas Noës erdhi përsëri shtimi i njerëzimit. Por edhe para përmbytjes Noës kemi një problem me lakurisin. Edhe se njerëzit u qortuan për lakurisinë e tyre, pra duke treguar ata mish, dhe erdhi ajo përmbytja 40 ditore, si tham, prap mbas përmbytjes tregohet që Noja mbolli një vresht, edhe bëri verë, piu edhe u de. Dhe u zhvesh. Atëherë na tregohet aty se një nga djemtë e Noës, Kami, kur pa lakurisin e babait, që kishte rënë përmbys,
shkon tek vëllezërit e tij Semi dhe Jafeti, duke thënë të shkojmë të shikojmë lakurisinë e babait ton. Dhe Semi dhe Jafeti, na thuhet në Bibël, nuk pranuan të shikojnë lakurisinë e babait tyre, po hodhën një çarçaf, një rrobë dhe shkuan me krah, pra me kuriz, derisa e mbuluan trupin e babait tyre. Kur Noja u bë esër, pra doli nga ajo e deura dhe kuptoi çfarë deshte të bënte djali i tij Kami, që kërkonte të shikonte lakurisin, po fjala të shikosh lakurisin është një dëshirë epshore, atëre Noja e mallkon Kamin, duke thënë i mallkuar qoftë Kami. Kami është ai nga i cili dalin gjithë popujt Kamit, siç ishin edhe egjiptasit ose popujt e tjerë, zakonisht popujt që janë ata popujt me ngjyrë. Dhe po të shikojmë tek egjiptasit, që shikohet si një derivat i popullit Kamit, po të shikojmë veshja e egjiptasve, pavarësisht se ata kishin arritur kultura shumë të larta, dhe mbahet si një qytetërim shumë i madh, veshja e tyre ishte xhveshja. Pra ishin të xhveshur, duke filluar që nga faraoni dhe duke filluar që nga shërbëtorët. Dhe kjo tregonte se ata kishin mbajtur akoma atë prirjen e Kamit për të parë lakurisi dhe për të tërhequr nga lakurisia. Prandaj, në popullin e Egjiptit ose egjiptasit nuk ishin standarde fare morale. Ata përligjin incestin, pra faraoni martoi me bijat e veta, përligjin përdhunimin, abuzimin seksual dhe nuk kishin limite morale, sepse ishin pasuesit e Kamit. I vetmi popull që ndryshe nga popujt pagan, të cilët nuk ishin standarde morale dhe të veshjes, që parandalon abuzimet seksuale, ishte populli i Jude. Popullit Jude, Zoti i tregon ligjin, në qoftë ju keni lexuar tek ligji, aty na thuhet se ishte i ndaluar populli Jude të zbulonte lakurisinë e prindrit, e të afërmit, dhe populli Jude ishte një popull i veshur. Dhe veshja e popullit Jude ishte një veshje si të burrat dhe gratë, një veshje nga koka në këmbë. Që kështu ata të dallonin edhe nga popujt e tjerë, të cilët ishin popuj që kishin risi xhveshjen ose lakurisin. Dhe shikojmë që përsëri tek Bibla, shikojmë që xhveshja tundoi edhe njerëz të cilët ishin të thirrur dhe zgjedhur nga Perëndia. Kemi një histori nga mbreti David, që u thirr nga Zoti dhe u bë mbreti i popullit Izraelit, dhe ai pushtoi Jeruzalemin dhe bëri kryeqytet popullit të Izraelit. Ishte nga më të zgjedhurit popullit Izraelit, madje na thuhet që Mesia ose Krishti do vinte nga Davidi. Por na thuhet në një rast që Davidi ishte duke të qëndruar në terasën e shtëpisë. Dhe një grua që kishte shtëpinë përballë me Davidin, duke mos bërë kujdes, i u zhvesh dhe filloi të laj. Davidi nuk pati kujdes në vëzhgimin e kësaj gruas, atij patjetër që i filluan dëshirat e pshore, thiri që ajo grua të shkonte tek Davidi. Ai ishte një grua e martuar, grua e Uriut, që ishte një general i ushtrisë së Davidit, por Davidi, duke parë lakurisinë e saj, e joshi atë dhe bëri mëkat me Bersheba. Dhe kështu pra, edhe pse Davidi ishte një i zgjedhur i Zotit, edhe pse ai kishte disa gra, prap ai u tundua nga lakurisia. Dhe për këtë ai bëri mëkat shumë të madh dhe u pendua, dhe kemi dhe atë psalmin 50 që ne e themi gjithmonë, e thamë edhe sot në fillim të shërbesës së Paraklisit, përdollyes përdolemo Perëndi sipas përdollimit tënd të madh. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm dhe nuk mund të jemi kaq të çlirshëm dhe kaq modern në lidhje me konceptin e lakurisisë, sepse Shkrimi i Shenjtë e ndalon lakurisin, madje tregon dhe pasojat e një lakurisie. Duhet dim se përveç krishterëve ortodoks, që neve jemi shumë konservatorë në kuptimin e mirë të fjalës, jo vetëm në doktrinë, që nuk lejojmë të shkojmë majtas dhe djathtas dhe të kemi revizionime, por edhe në staturën tonë. Ne jemi ortodoks në bindje, jemi ortodoks dhe në jetë.
Dhe ajo që i dallon ortodoksët edhe nga të krishterët të tjerë është dhe veshja. Gjithmonë ortodoksët kanë qenë shumë rigoroz dhe shumë serioz në veshjen e tyre. Shikojeni këta shenjtor, të cilët kanë jetuar në kohra të ndryshme, por të gjithë janë të veshur. Ja kam thënë edhe një herë tjetër, e vetmja shenjtore që paraqitet e zhveshur është Maria Egjiptiane, sepse ai ishte një prostitut e cila shkoi në shkretëtir dhe atje në shkretëtir ajo ju ikën, ju shkatruan rrobat dhe ajo i beti një e zhveshur. Të gjitha janë të veshura, për treguar se veshja ishte një kërkesë e besimit në Zotin dhe ishte shprehje e virtutit dhe e moralit. Prandaj kemi edhe disa krishterë të tjerë heterodoks, jo ortodoks, që ne i quajmë heretik, të cilët kanë, si them, bindje më liberale në zhveshjen ose në lakurisinë e tyre, duke thënë se nuk është dhe shumë problem çështja e veshjes. Madje këto grupime liberale thonë që nuk është problem dhe të rish i zhveshur përpara Zotit, duhet të shkojmë përpara Zotit ashtu siç na ka bërë Zoti dhe të tjera e tjera. Këto janë herezira që krishterimi i ka dënuar që në shekujt e parë, por janë herezira që shfaqen her pas here. Dhe çështja do thoni juve, po mirë, Bibla tash është diçka e kufizuar dhe i takon vetëm një grupi i njerëzish, pra besimtarët. Ne i dimë se besimtarët janë i çik konservatorë, nuk janë një mendje hapur. Por le të flasim tani pak duke u bazuar shkencës. Në një artikull nga Akademia e Finlandës, disa shkencëtar, na thuhet në këtë artikull, bën një studim si ndikojnë fotot nudo tek persona të ndryshëm. U bën një studim duke marrë disa persona të cilët ju shfaqen fotografi të ndryshme, në fillim të njerëzve të zhveshur, të veshur, pastaj gjysmë të zhveshur, pastaj të zhveshur fare ose nudo. Shikonin ata shkencëtar duke studiuar reagimet e trurit se në momentin që shfaqeshin persona të veshur, truri kishte një reagim normal. Kur kishte persona gjysmë të zhveshur në foto, truri fillonte reagonte më shpejt. Dhe kur ishin persona të zhveshur, atëherë truri reagonte shumë shpejt. Në 0,2 sekonda truri reagonte kur shikonte një foto nudo. Atëherë, nga ky eksperiment na tregohet se në trurin ton ndodhin procese kimike që vijnë nga informacioni që marrim, por gjëra të ndryshme, por edhe për çështjen e lakurisisë. Pra, një trup nudo ndikon në trurin ton më shumë se një trup i veshur. Kështu që ne nuk mund të themi tani që unë mund të zhvishem si të dua dhe të dalë në publik dhe të tjerët bëjnë çfarë duan. Nuk s'kam në asnjë përgjegjësi. Si nuk pas ke përgjegjësi ti? Ti patjetër ke përgjegjësi, sepse je në marrëdhënie shoqërore që ndikon me fjalët, me veprat, por dhe me veshjen ose me zhveshjen tënde. E tha Krishti, në botë do vinë skandale, po mirë ai që i sjell këto skandale. Kështu që nëse një person ndikon tek një tjetër, edhe me mënyrën se si ai vishet dhe prezantohet dhe patjetër ndikon për mëkat, atij do t'i kërkojë llogari nga Zoti kur shkojë në gjykatën e Krishtit se si ndikoi me mënyrën e tij të veshur tek personat e tjerë. Prandaj është një çështje shumë serioze kjo dhe neve duhet ta trajtojmë me seriozitetin e duhur. Por tregohet një histori e vërtet se si një vajzë, një studente, se zakonisht flasim për të rejat që kanë atë dëshirën për të ekspozuar trupin e tyre, sepse si themi i riu nuk mendon shumë, i riu është më shumë instinktiv, kurse kur rritet një person fillon dhe arsyeton më shumë. Dhe kërkon ta ekspozoj trupin e vet në një farë egoje për të rrequr vëmendjen. Kjo nuk është thjesht rastësore, është një tundim i trashëguar. Domethënë që nga njerëzit e parë që për shkak të mëkatit u zhveshën, po është dhe një dëshirë, sidomos e gjinisë femërore, për të tunduar gjininë mashkullore. Është ajo, si them, çfarë bëri Eva tek Adami. Kur Eva hëngri frutin e ndaluar,
patjetër që ajo e detyroi Adamin në par mënyrë duke ju bërë elozhe Adamit, duke e tërhequr Adamin, duke e tunduar Adamin. Patjetër Adami po shikonte Evën që ishte një femër jashtëzakonisht e bukur, sepse ishte gruaja e parë e krijuar nga Zoti. Dhe patjetër ai bëri një lloj, si them, bëri një lloj peshore. Zoti, Eva. Dhe duke parë ndoshta nga Eva, nga bukuria, nga sharmi i saj, por ai u toroq, psa e tundoi ajo Eva dhe kështu ai zgjodhi gruan dhe mohoi Zotin. Po kjo përsëritet çdo kohë. Pra, vajzat, gratë në përgjithësi duan të përfitojnë me trupin e tyre sepse kështu duan të rreqin burrat e tyre. Dhe kjo nuk është gabim brenda një martese. Përkundazi brenda një martese burri dhe gruaja nuk duhet të kenë turp me njëri tjetrin, sepse ata janë një mish. Ashtu siç na thuhet, burri lën nënën e babën, merr gruan e vet e bën një mish. Shën Johan Gojarti thot, mos të ketë turp burri dhe gruaja kur të jenë të zhveshur përpara njëri tjetrit, sepse ata janë të martuar. Por patjetër, kjo lakurisi që ata i bëjnë një mish, nuk mund të bëhet në vende publike, ajo bëhet në nusërore, bëhet në dhomën e private të çiftit. Dhe çdo gjë është mistike dhe është personale e atij çifti, dhe kjo nuk është publike. Po sot njerëzit kërkojnë që gjërat personale, gjërat shumë intime t'i bëjnë publike për të rrequr vëmendjen. Sepse vuajnë janë të depersonalizuar dhe kërkojnë të bëjnë buj ose të bëjnë, si them, show, duke rrezikuar dhe personalitetin e tyre. Pra kaq shumë poshtë ka rënë kjo shoqëria jonë. Kaq e depersonalizuar është. Dhe një vajzë studente, gjithmonë ajo, edhe pa kuptuar instiktin e saj femëror për të rrequr meshkujt, pa pasur asnjë lidhje personale, ajo vishej me rroba të, si them, provokuese, me minifunde, me streçe, gjëra për të ekspozuar trupin e saj. Patjetër që i vinte mirë kur djemt ose dhe burrat kthenin kokën dhe shikonin trupin e saj, i thonin në një fjalë, ajo ndihesh e motivuar, pra ajo kishte një look, si them, interesant. Por, kur vajti dikush dhe i propozoi dhe i tha kam dëshirë të shkoj me ty dhe u përsërit dhe një person tjetër, ai tha pse më trajtoni si një kurvë. Atëherë personat i thanë, po pse ti kështu vishesh? Pra ti, me anë të veshjes tënde, po na tregon se unë jam një femër pa standard moral, që unë ekspozoj trupin tim si një kurvë, si një prostitut dhe ju tërheq juve që të bëni me mua atë që dëshironi. Pra, shikoni se gjërat nuk janë kaq të thjeshta. Veshja tregon çfarë standardi moral kemi neve. Mënyra se si ne ekspozohemi me rrobat tona tregon dhe çfarë jemi brenda vetes tonë. Mos të themi që ai që zhvishet, ai turpuron veten e vet, sepse ai pushon se një qenie njerëzore, që tham ishte mbuluar në fillim me hirin e Zotit, dhe pastaj u mbulua nga Zoti me rroba ose me lëkurë kafshe. Vetëm kafsha është e zbuluar. Kjo është arsyeja që sklavopronarët, që ishin njerëz që i shikonin të tjerët si shërbëtor ose si sklever, visheshin me rroba për treguar statusin e tyre, kurse skleverit i linin të zhveshur, për të treguar se ata nuk janë njerëz, ata janë kafsh, pa rroba dhe ne mund bëjmë ata çfarë të duhet. Kështu që sot zhveshja po na kthen në primitivitet dhe vetë njerëzit po tregojnë që ne nuk jemi njerëz, por jemi thjesht me fytyrë njeriu, neve jemi thjesht një kafsh, ne jemi sklever të amoralitetit. Dhe patjetër që zhveshja ka ngritur, si thash, një problem shumë i madh, është ngritur statistikat e përdhunimeve, por jo vetëm të përdhunimeve, por dhe të tradhtive bashkëtorë, edhe të kurvërisë, që janë marrëdhënie jashtëmartesore, por dhe të incesteve. Statistikat na tregojnë se janë ngritur shumë incestet brenda familjes. Dhe këto janë probleme që janë diskutuar dhe shoqërinë tonë, dhe ne dim vetëm majën e icebergut, nuk e dim se çfarë ndodh brenda shumë familjeve. Shumë nuk flasin. Po pse është ngritur problemi i incestit? Sepse ka lakurisi brenda familjes. Nuk ka kujdes prindi i cili rri i zhveshur përballë fëmijëve, ose nuk bëhet kujdes në veshjen e fëmijëve që kur janë të vegjël, nuk edukohen. Dhe patjetër që duke parë dhe jashtë, duke mos pasur edhe kujdesin prindëror brenda, atëherë ka hyrë dhe lakurisia brenda shtëpisë.
Dhe kështu kemi që në vendet e Evropës incesti është toleruar mbi moshën 18 vjeç, ose në vendet skandinave, sepse janë probleme, si po them, probleme akute që përsëriten. Atëherë thonë, derisa përsëriten janë normalitet. Por kjo nuk është normalitet. Incesti është gjëja më e shëmtuar midis natyrës njerëzore, aq më tepër të një gjaku. Dhe është e ndaluar jo vetëm nga ligji i Zotit, por dhe nga ligji natyror. Po ja që edhe këto po ligjërohen sot, sepse po bëjnë normalitet dhe një ndër to shkaqe është zhveshja. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm me mënyrën se si ne prezantohemi me veshjen tonë. Por edhe diçka tjetër. Neve jemi të krishterë dhe Zoti na thotë ju jeni kripa e botës. Dhe fjala të qenë i krishterë është shumë e madhe, sepse neve kemi përgjegjësi jo vetëm të jemi qenie morale, për treguar se nuk jemi kash, po jemi njerëz, por dhe përgjithëta për treguar se jemi fëmijë të Perëndis, jemi krishtër në botë. Neve duhet mendojmë vetëm për veten tonë, por ne kemi përgjegjësi dhe për botën. Në qoftë se kripa thotë unë bëhet fuqin, me se do të kripet? Do ta shkelin me këmbë, do a hedhin jashtë, do shkelin me këmbë. Pra ne të krishterë, në qoftë se degenerojmë dhe shfaqemi në botë me këtë standard amoral, siç po shfaqet sot në vendet e krishtera, ku lakurisia është standard, po fasim në vende që janë me tradicion krishterë, atëherë çfarë shembulli ne do kemi në botë? Dhe sot për shembull, shumë lloj krishterësh mendje hapur në thonjza, i shikojnë për shembull disa të feve të tjerë që janë të veshur. Ironizojnë ato. Jo. Në sy të Zotit, pavarësisht se këta mund të kenë një fe që, si them, mund të jetë një fe e gabuar, por në sy të Zotit është më i vlefshëm ai që është i mbuluar, edhe pse ka një doktrinë të gabuar, se sa dikush që ka një lloj besimi në Krishtin ose në të vërtetën, por është i zhveshur, nuk ka punë fare Krishti me këta. Ju thot çfarë lidhje keni me mua? Ju më turpëroni mua, ju nuk jeni fëmijët e mi. Ju jeni bitë e djallit, sepse punët e djallit bënin. Një nga punët e djallit është lakurisia. Bani mend personi që ishte i demonizuar. I vishnin rroba dhe rrobat i ishte. Dhe rinte lakuriq. Pra djalli kërkon ta zhvesh njeriu, ta depersonalizojë, ta bëj të ulët, ta bëj shtazor, kafshëror. Se vetë djalli nuk ka rroba. Ëngjët nuk kanë rroba, po kur shfaqet tek neve, për shembull siç i shikojmë dhe në ikonografi, ose nga vegimet që kam parë, gjithmonë ëngjit kanë disa rroba për treguar standardin e tyre moral, sepse ata janë pa mëkatshëm, por dhe për treguar nivelin e tyre, si them, në marrëdhënie me Perëndin. Edhe për treguar statusin që kanë. Rroba është status. Kurse djalli u zhvesh nga statusi që i kishte dhënë Perëndia si një kryengjëll dhe shfaqet, dhe kur shfaqet djalli dhe demonët janë pa rroba, janë lakuriq. Për treguar se janë të zhveshur nga hiri. Por këtë që djalli i ka bërë vetes vet, këtë do t'ja bëjë edhe njeriu. Prandaj e zhvesh njeriu. Prandaj ai vjen të pëshpërit ty në vesh dhe thot ti pa rroba je më i bukur, je më tërheqës, je më tundues, je më trendi. Edhe sot këtë e ka bërë, si them, standard të shoqërisë. Një standard, si them, amoral, një shoqëri lakuriqe, një shoqëri që tregon se po kthehet në instinkt shtazor, në mish. Prandaj thot dhe Zoti, dhe koha e fundit e njerëzimit do të si kohën e Noes. Dhe me atë dënim shembullor që i dha Zoti kohës së Noes, patjetër që ky dënim do vi dhe në këtë brez. Mos mendoni se kjo lakuriqe do vazhdoj pafundësisht. Zoti do veproj. Dhe kush nuk ka respektuar trupin e vet, dhe kush ka ekspozuar trupin e vet në lakurisi për të tunduar dhe të tjerët dhe për të ulur dignitetin njerëzor, do përgjigjet. Edhe në këtë jetë, por dhe në jetën e përjetshme në gjyqin e Perëndis. Prandaj duhet të jemi të vëmendshëm, duhet e para të sensibilizojmë veten tonë dhe të ndikojmë të tjerët, sidomos kur jemi prindër tek fëmijët dhe fëmijët nuk mësojnë nga si them, nga retorika. Fëmijët mësojnë nga shembulli. Nëse një fëmijë shikon babain ose nënën e vet të zhveshur, çfarë mund t'i thotë nëna ose babai bishu? As pak. Ti je zhveshur për vete, çfarë kërkon nga mua? Dhe këtë duhet ta bëjmë të ndikojmë tek fëmijët tanë, te familjarët tanë, por dhe te shoqëria.
ju jeni qyteti më i malit, thot Zoti. Ju i shikojnë të gjithë. Pra, një krishter edhe me mënyrën se si ai vishet dhe si prezanton ndikon tek të tjerët. Pastaj më tepër edhe me veprat e tij dhe me doktrinën e tij. Por në radhë parë është statura jon. Kështu që ta kemi gjithmonë. Ne nuk jemi të vetes tonë, ne jemi të Krishtit. Ne prezantojmë Krishtin. Dhe modelin e kemi. Krishtin, shërmërin, si për burrat, si për gratë, shenjtorët dhe shenjtoret. Ja, çfarë kërkojmë neve? Çfarë model tjetër kërkojmë neve? Atëherë ne jemi me dy standarde. Jemi hipokrit, por jemi njerëz të botës. Por ai që do botën është armik me Perëndin. Prandaj nuk mund të kemi dy zotëri. Se njërin e duam, tjetrin bëjmë sikur e duam. O me Krishtin, o me antikrishtin. Dhe këtë e tregon edhe mënyra jonë e të veshur. Edhe diçka tjetër. Që ndoshta juve kur ju them unë që djalli është pro lakurisë. Po, kjo vërtetohet dhe në rritet magjike. Rritet magjike dhe sot janë, si them, nuk janë shumë të vështira për t'i marrë vesh. Sot ka informacion të jashtëzakonshëm, edhe si bëhet me magji, edhe si bëhet një rit okult. Rritet magjike bëhen me lakurisi. Për shembull, ka rrite magjike që zhvishen lakuriq dhe i drejtohen hënës, që është një magji e rëndom që bëhen shekullore, ose kur bëhen këto rritet satanike, gjithmonë bëhen me sakrifica, me trupa njerëzit të zhveshur dhe me orgjira, sepse kështu vjen fuqia e satanait. Kështu marrin ata fuqi ose adrenalinën e tyre. Pra, ndryshe, kur janë me rroba, nuk kanë atë kontaktin me atë fuqinë mistike të tyre, si thon ata fuqinë mbinatyrore, që nuk është gjë tjetër veçse satanai. Kështu që këto janë gjëra të ditura. Dhe diçka tjetër që mund ta themi dhe si përfundim të bisedës, është për të ardhur keq. Dhe unë çuditem, se unë jam prind vet, se si një prind, zakonisht gratë, po dhe burrat, po flasim gratë, të cilat pretendojnë se sot janë në avangardën e shoqërisë. Dhe kjo është një problem tjetër. Por si një nën shikon ose më mirë them e zhvesh vajzën e vet dhe e nxjerr rrugës, edhe kur shikon që djem ose burra kthejnë kokën, i flas një fjalë, pishkëllejnë, i bën një kompliment amoral, edhe ajo gëzon brenda vetes, thot pas kam një fëmijë të bukur, kam një fëmijë joshës, e ka si burje. Kjo është një tmerr. Atëherë, çfarë do presi kjo nën nga ajo vajza kur të rritet dhe pak, kur të fitoj personalitetin. Dhe kur t'i vi pastaj lajmi që vajza e saj ose krijoi një lidhje si them pa moral, ose mbi të abuzua seksualisht, ose përdhunua, ose shkatroi familjen, ose u bë, si them, pa moral, e degeneruar, prostitute, tjera fatkeqësira që ndodhin. Si kjo pasaj mund të ankohet dhe thot, çfarë fati më ra mua? Jo, më nuk të ra fati. Ti mora atë që mbodhe. Pra, lakurisi mbodhe dhe imoralitet dhe tragjedi do të korrësh. Ose, dhe diçka tjetër që unë jam burr, jam mashkull dhe jam i martuar, dhe çuditem si ka burra të cilat rrinë bashkë me gratë e tyre, të zhveshura, dhe e kanë përmburje brenda tyres, nuk e kuptoj çfarë ndodh tek ata burrat, që i kanë të gratë e zhveshura në krahët e tyre dhe kënaqen kur burrat e tjerë ja u shikojnë gratë. Nuk e kuptoj këtë. Një burr do të jetë xheloz për gruan e vet, sepse vetëm tu tregon se ai e do, xheloz për mirë. Dhe si mund të jetë i lumtur një burr kur burrat e tjerë shikojnë gruan e tij? Ai nuk e do atë grua. Ai thjesht e shikon si mish atë. Dhe ai thjesht nuk është njeri, është një mish. Dhe prandaj ndodhin pasaj divorcet, prandaj ndodhin dhe ato problematikat, sepse po e pe njëri tjetrin si mish. Ky mish i do ta silljë një herë në majt hundës. E thot largohu, ik, s'të dua më, dua një tjetër që është çik më joshse dhe sot po bëjmë gjëra që nuk po mblidhemi, ose më mirë të themi gjëra që janë dhe turp të thuhen, siç thonë dhe etrit e kishës nuk i kanë përcaktuar për kanone pendese, sepse nuk i kanë imagjinuar si mund vinte shoqëria njerëzore sot. Atëre përsëri unë dua të prek atë ndërgjegjen prindërore. Bëni kujdes me fëmijët tuaj. Mos i nxirni në botë dhe mos i shisni
sikur janë prostituta, dhe me burrat e tyre të jenë kujdesshëm me gratë e tyre, sepse është gruaja e tij, nuk është gruaja e botës, nëse do ta ketë gruan e tij. Lakurisia është një mëkat i madh, dhe shikoni çfarë thotë Shën Izidor Pilosioti. Paturpsia, lakurisia lind therrin. Dhe kjo është një shenjë e ardhjes së dytë të Krishtit. Do me thënë që neve jemi shumë afër fundit të botës. E kam thënë dhe njërë tjetër, kur Krishti, është një tradite e midis krishterëve, e pyeti Solomeja Krishtin. Solomeja ishte bia e Josefit. Dhe Krishti është rritur në familjen e Josefit, dhe Solomeja i tha, kur do jetë shenja e ardhjes tënde të dytë? Dhe Krishti u përgjigj, kur juve grave t'ju humbi turpi. Dhe lakurisia është humbja e turpit, është paturpsia, dhe kjo tregon se jemi në atë stadin e fundit të kësaj shoqërie. Dhe kjo tregon se Krishti po vjen për të bërë gjyq. Prandaj, le të largohemi me mendim, me veshje, me veprim nga ky brez imoral dhe i pabes. Që mos dënohemi edhe neve, siç do dënohen këta në lakurisinë e tyre, ashtu siç shpëtoi dhe Noja me familjen e vet. Noja dhe familja e tij shpëtoi. Prandaj, edhe neve të shpëtojmë veten dhe familjen tonë. Amin. Love